Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje, jemi në She's on Air në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Jam me supervajzat e mia dhe më në fund jemi të gjitha se na mungua Treze dhe Desi në fundit. Dhe të ftuar shumë special dhe unë e quajta plotësimi i trekëndshit të Bermudës. Është Indriti. Indrit, mirë se erdhe në She's on Air. Faleminderit, mirë se Shumë kënaqësi që të kemi. Kënaqësi gjithashtu që të jem pjesë e radios. Faleminderit shumë për ftesën. Indrit, si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë për një person që nuk të njeh në përputhen? Në përputhën, nuk e di, unë jam njeri drejt, i drejt për drejt, të edhe goxha i sinqert. Je dhe shumë pozitiv për më tepër. Po lëremi ta tani, ju të gjithë shohin këtë gjë, ka shumë që më shohin si nga njerë arrogant. Negativ do thoja. Nuk e di, ka njerëz me raste narsisik, frangjesht nejse. Po ju nuk thjesht i besoj vetës time edhe kaq. Indrit, çfarë bëre pjesë e atij formati? Je akoma. E pse ju? Si ishte hapi i parë? Hapi i parë. Doni troç? Troç për. Isha me vlezrit duke pa Big Brother vitin e kaluar që fitoi Gjesti, ishte finalja, edhe thash unë të shkoj të futem këtu. Edhe jo ty të nxjerrin për një javë, jo nuk nxjerrin, jo të nxjerrin edhe. Pra qëllimi ka qenë Big Brother. Edhe po, edhe konsideron veten çfarë niveli që s'përputhesh me ata? Jo, nuk thash që nuk përputhem, nuk jam aty për të përputhur, nuk kisha bërë lojën time. Po siç nuk ka qenë niveli i njëjtë viti i kaluar dhe ky vit nuk ka qenë i njëjtë i njëjtë vit. Niveli i vëmendje për çështje çfarë? Çështje vëmendje, personazhesh, si kanë qenë reagimet e familjes dhe shoqërisë kur je futur në përputhen, kur vendose? Nuk është se ju kam bërë aq të madhe, po disa kanë qenë për, disa kundër, disa se unë vi nga Malisheva, nga një qytet në Kosovë dhe është pak me mentalitet si që është përmend shumë herë në përputhen, po Indrit, me kë nga vajzat e programit nuk do dilje kur në takim dhe pse dua të di arsyen? Nga ato që janë aty. Marcela. Nuk do dilja? Po ti ke dalë Marcela. Po kam dalë, po tani me kë nuk do dilja. Po mi ka ardhur dhe vajza të reja aty. Me kë nuk do dilje kurrë, nuk do jep asnjë vendësie. Mendoj që nuk na lidh asgjë me Angelën. Me Angelën. Po momentalisht me ato që janë aty me kë do dilja, që mezi po pret të kesh një takim. Pse ju me Esmen? Me Esmen. Po. Interesant. I kam parë që ti gocat i nxjerr në vetja. Çfarë u bën ti që ato fillojnë ulërasin, bërtasin, dhe ti ri me atë shqetësim tënde, duke i sheshur, sikur i vënë loj. Po tani do të kemi parasysh se ne jemi me një reality show edhe debatet janë pjesë e saj. Domethënë, unë nuk tentoj të nxjerr nga vetja, as nuk e kam për qëllim atë, po nga debatet ato dalin vetvetiu. Nuk e di pse. Po, se kam parë edhe një video që ti ke kapur një në ato vajzat që ishte në takim, se nuk ja di emrin, që ke kapur përdorë dhe ajo të ka thënë te krau më saktë dhe ajo të ka thënë mos më prek. Këto janë reagimet e tua që ti i bën në çdo njohje? Si funksionon? Jo, as pak. Me atë vajzën në pyetje, ajo erdhi për mua në emision, erdhi me njoh mua edhe nuk jepte gjë, edhe filluan konfliktet, edhe pastaj e kapet e kraut. Po gabimi ndritë, besoj se mësove që s'kapet goca nga krau ashtu. Jo, akoma se kam mësuar. Jo. Tani thuaje këtu, a ke ndjen ndonjëherë xhelozi për një nga gocat në program? Xhelozi, në çfarë aspekti? Xhelozi, të dali ky tjetri, të dal unë. Pse kjo ja ka dhënë këtë vëmendje? Dikë tjetër para teje. Ose ka qenë në një takim me ty? Nuk e di, jo, nuk mendoj. Stelinën ose një? Ja. Selina me jo. Jo. Po si më burr, s'u ndjeve herë xheloz? Unë mendoj se është ndjer për Marcelën. Po. Me kë? Me Richardin ndoshta ndjes pak kur e shikon që është në krah të një mashkulli tjetër. tjetër. Marceli s'u dash që t'ia futin që ordi si që futin që Valentin për ta kuptuar që ndeti ishte lule, kështu që
Ajo ka humbë. Indriti ishte lule. Ajo ka thënë, nuk e tha shumë. Si mund të jesh lule kur ti i bëre një lloj veprimi shumë të pahishëm dhe pa takt në atë takimin që patët që i tërhoqe karrigën dhe e urrëzua për tokë. Si mundesh ti lule ti, e kupton të bësh një veprim lulet mi që ja thon gjendë. Po lule trëndafil edhe i bukur edhe me gjemba. Domethënë një veprim jo gentil. Nëse do flasim për Marsielën, do të rezervojmë ditën, se me Marsielën kemi pas shumë gjëra dhe kemi që nga fillimi tani aty po kemi orë, po nuk them që unë edhe në emision e kam thonë që nuk është që nuk kam bërë asnjëherë gabim. Nuk është që nuk kam thonë fjalë gabuara ndonjëherë. Po edhe gabuarat i mbajmë që i kam thonë unë, kaq. Edhe ka pas shumë momente ku kam gabu, po edhe aja ka pos plot e për plot. Ndalur te gabimet, kush do ishte një nga gjërat që ti do doje që të ktheheshe mbrapa dhe mos ta bëja ashtu? Thuaj këto veprimin se të nderon, po të thuash, se ne po të ndihmojmë. Po si Që tërhoqe karrigën Marsielës. Po mund të ketë ndonjë gjë pak më të madhe që mund të jetë bërë pishman. Jo, po nuk ka qenë diçka e keq ose dasha keq se ajo që kam bërë. Domethënë nuk e ndjen vetëm fajtor prapë që e ke bëu atë veprim. Jo. Nuk ndjehet ai fajtor. Okej, kjo është ti prapë je gabim, domethënë ke vazhduar. Vajza ju që shikoni mbani shnim që këto janë gabimet që bëjmë. Indrit, mbetemi te vajza, dua të di për cilën nga vajzat ke më shumë tërheqje seksuale ndërkohë në program. Se ke ti dukesh. Tërheqje seksuale. Mendoj se e përmendi kot Esme. Po tani me Esme do kemi takim është Mi që e përmende. Po nuk është Po shoqëri me kë ke krijuar aty shumë në shokët, në çunat më saktë. Askë. Nuk shoh asnjë, nuk flas me asnjë nga jashtë. Gjithë ato që ndodhin jashtë qillen brenda, kështu që preferoj të jem vetëm. Ka konkurrentët sipas teje djem ose vajza, po humb kot, që nuk do gjej sipas teje kur dashurinë brenda programit. Disa mendoj që vlora nuk do e gjej. Më thuaj edhe një arsye. Nuk është Vlora është një tip shumë i ndrojtur para kamerave dhe kjo mendoj që do të pezulloj gjatë rrugëtimit të saj. Është diçka ka kamerat, mbase kur flet me djem. Ndoshta as ti nuk e gjen në fund të emisionit. Po mbase ason. Doja të ndalesha tek Lulja Indrit. Lulja Indrit, çfarë të tremb ty në dashuri? Në që je një lule. Dhe na thuaj çfarë lule mund të jesh ti? Ja, po ta thash, trëndafil edhe i bukur edhe me gjemba. Kështu që trëndafil i zi. Jo, për të lutem se jam shumë kurioze tani. Jo, vetvetja. Çfarë të vetvetja jam të trembetja? Po. Në dashuri. Po. Po pse? Po pse kam kalu gjëra që tani më kanë sjell me një pikë ku nuk e di nuk dashuria është shumë Aman, mos je gjë nga ato raste që kam kalu shumë histori tani. Nuk kam kalu asgjë. Është dashurit jo? Jo. E kontrollon veten domethënë. Po munduhem tani varet kë kam përball, po deri tani hera jote e fundit që ke qenë i dashuruar. Ai kaluim gjithë. Si? Ai kaluim. Jo, nuk do ta kalojmë. Pastaj që ishi i fundit më duket. Apo Marsiela? Ndoshta edhe Marsiela. Jo. Ma shenë kemi qenë ishi i fundit, po. Ishi i fundit që ishin ato mesazhet Me thaj që nuk e ndje kur xhelozi për asnjë nga gocat, por tani kur la erti ka puth Esmen, dhe duke qenë se ti ke dhe dëshirë të dalesh me Esmen. Po. Në atë moment ki ndjen mbase diçka, është ajo që ka. Unë aty nuk isha atë ditë. Çfarë do bëje ti? Nuk kam qenë, ama për mendimin tim ka qenë shumë akt i gabuar nga ona e Ertit që nuk ishte konkurrent, edhe nuk kopset në atë. Ajo shpreh që ishte një aktrim. Po tani aktrim po i puthi me vërtet, domethënë aktrim apo jo nuk e di, tash për mendimin tim nuk ishte as momenti i duhur, as njeriu i duhur. Si do kishe reaguar ti Indrit po të ishe prezant? Nuk e di, mbase do nuk e di, për zotin se di, nuk do kisha mbështet Laertin në atë veprim. Po më pas ai kërkoi ndjes Esmes. Po nuk ka, po nuk ka. Si të duket sinqert? Po mirë tani
të kërkosh ndjes pas asaj nuk e di sa ka vlerë. Më mirë mos e bëj. Më mirë mos e bëj edhe. Paktën e pranoj fajin. Ti as nuk e pranon. Akoma që nuk ndihesh në faj për shembull veprimet e tua. Po nuk është, unë thash, nuk e di sa po unë kam pas shumë momente që kam gabu, po nga gjithë ato që ka bërë Marcela tani të kthehem edhe të kërkoj falje, unë kjo nuk do ndodh, kjo gjë nuk do ndodh. Se nuk është nuk kam gabu. Tani jo. Po jo mos ajo herë na goditi në studio tani jam them fal, po jo. Secili tregon qytetarinë e tij në fund. Mirë se po të lajmë me ditu pak, po kalojmë në një këngë dhe pastaj shohim edhe kërkosh pak falje ose do pendohesh për disa gjeste. Dëgjojmë për vështirë,